Lim Hoti është përfshirë një debat të ashpër me ish-partnerin e tij Alba Pollozhanin brenda shtëpisë së Big Brother Kosova VIP 4. Ai ka shpërthyer në drejtim të saj me skena xhelozie duke i nxjerrë fjalë dhe gjëra që nuk janë thënë më parë, gjë që ka befasuar dhe audiencën jashtë. I njëjti gjatë bisedës e akuzoi se nuk flet as me nënën as me baban e saj dhe se nuk ka marrë kur këshilla prej tyre. Ti s'ke kontakt me mamin dhe babain tënd, par babaje nëne po flet ti, kur nuk e marrë këshilla nga ata, unë po të them, u shpreh ai. Mes tjerash e quajti dhe Albën të pamoralshme, përfshirë këtu edhe Ludolin, me të cilin sipas tij thot ka shprehur interesim. Loja jote është e djegur, e bën edhe në realitet, je fals ti, mos me pas kamera nuk të intereson kush është i martuar apo jo, je pamoralshme. Unë e di kur dikush do diçka, a do me të thënë gënjeshtën, kanë qenë disa prej fjalëve të deklaruara nga Limi. Nga ana tjetër, Alba ditën e djeshme u pa me skena provokuese ndaj Limit brenda shtëpisë me shikime, por edhe me një veshje ku kishte të zbuluar në pa krarorin e saj. Në një moment ajo e prek edhe hundë dhe bën simace duke i theksuar se e di mirë që nuk fal çdo gjë. Nga ana tjetër, në lojën që mbrëm vëllai i madh ju dha atyre, Limi, i cili ishte veshur si gjysh, e prekte Albën me shkop në pjesë intime. Sigurisht ky moment është parë dhe nga Dolce, e cila shfaqi një lloj xhelozie, por gjatë bisedës që kishte Alba me Limin, Dolce ishte ajo që shtyu derën dhe lëndoi Albën. Pritet që vëllai i madh të marrë një vendim për këtë situatë.